Lodhemi sa dush, që na kanë bush shpirtin. Zhgënjimi i qytetarëve lidhur me proceset politike mund të reflektojë edhe në kutitë e votimit. Sipas disa qytetarëve, zgjedhjet janë bërë të lodhshme dhe të përsëritura, duke krijuar ndjesinë e një cikli të pafund politik që nuk sjell stabilitet. Se kanë merituar, valla s'më morr as pjesë. Jemi lidhur, valla çto na ka marrë. Që s'u intereson as për parlament që ko, as se intereson për sen, dyjet zotit, pës interesin e vetë, pës që me hyp atje me nëzon shkomin. Megjithatë, ka dhe qytetarë që vlerësojnë se pavarësisht zhgënjimeve, pjesëmarrja në votim mbetet obligim demokratik, si mënyrë vetme për të ndikuar në ndryshim. Patjetër se do të marr pjesë, sepse nëse nuk marrim pjesë në zgjedhje dhe nuk i votojmë ata që janë meritum, në një formë patjetër i ndihmojnë kësaj në anarkie. Mos me dal nuk bën hiç, patjetër duhet me dal. S'kem ka jam volta, çu vendos po zgjedhje, s'kem çka më votë tjetër. Gjithsesi jemi të lodhur, po më që erdhi situata ashtu si erdhi, domethënë duhet të marrim pjesë gjithsesi. Po jo në të lodhshme, po tash s'kem ç'bëjmë, duhet me kriju obligimin qytetar. Po besim nuk ka. Nëse nuk dalin, do t'jemi prapë qështu. Do të me dalin numër të madhe që atër më vërtetuaj. Zgjedhjet e shpeshta dhe jo stabiliteti politik, sipas analistit politik Bekim Selishta, ul motivimin e votuesve. Qytetarët mos paktin këtë mes kanë faj. Qytetarët e Kosovës kanë votu, e ka dhënë besimin dikujt, edhe dikan e kanë dëshku me votë, edhe nuk janë realizu gjitha ato marrëveshje që kondohet me çu deri në fund. Normal që ka me pasën ndëshkime, po këto zgjedhje e shpeshta nuk janë të bëhen nerë edhe mirë vendit se gjithë ligjet kanë me të pezur. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë edhe ato të parakohshme u mbajtën më 28 dhjetor 2025. Sipas të dhënave të KQZ-s, dalja e qytetarëve në zgjedhje ishte 45%.